Më 20 tetor, Komisioni për zgjedhje të kandidatëve të vendit për gjykatës në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg do të mbajë mbledhje në hapësirat e gjykatës kushtetuese. Në njoftim për media thuhet se pas mbledhjes do të realizohen intervista që do të zhvillohen në gjuhën angleze dhe frënge. Për shkak të rritjes së transparencës në procesin për zgjedhje të kandidatëve për gjykatës në Strasburg, Komisioni vendosi që intervista të realizohet para vëzhguesve të pavarur. Janë thirrur përfaqësues nga organizata jo qeveritare, Koalicioni të Gjithë për Gjykime të Drejta dhe Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë. Më 8 tetor, Komisioni për zgjedhjen e kandidatëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për gjyqtar në Gjykatën Evropiane të drejtave të njeriut në seancën e dytë që u mbajt në Strasburg përcaktoi listën e kandidatëve që do të ftohen në intervistë. Më 14 prill në gazetën zyrtare u publikua shpallja për zgjedhjen e kandidatëve nga Republika e Maqedonisë së Veriut për pozitën e gjyqtarit në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Mandati 1 vjeçar i gjyqtarit aktual të Maqedonisë së Veriut në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, Jovan Ilievski, do të përfundojë në shkurt të vitit 2026.